Kryeministri Berisha është ndalur në komunën Lumas të Beratit gjatë turit paraelektoral nëpër Shqipëri. Inaugurimi i qendrës së komunës është shoqëruar nga tingujt e muzikës polifonike dhe një këngë posaçërisht për të mirëpritur shefin e qeverisë. Gjatë fjalës së tij duke kërkuar një mandat të tretë qeverisës, zoti Berisha tha se vota për majorancën aktuale është garancia e vetme që vendi t'i afrohet me hapa të shpejtë familjes europiane. Kryeministri shkarkoi gjithë përgjegjësitë tek leadershipi socialist për dështimin me statusin kandidat për herë të tretë radhazi. A y që duke marrë peng status e vendit kandidat, privoj fermerët shqiptar nga një shumë fishim i mbështetjes tyre financiare, provojnë Shqipërinë nga 100 milion euro investime në rrugë, në ura, kanalizime, ujësjelësa, nga krimi i 10 miravelleve të punës. A i bëri një gabim historik. 23 qershori po vjen. Berisha ftoi fermerët të investojnë në projekte madhore sipas tij të nisura nga shumica aktuale për mbjelljen e ullive dhe vreshtave, pasi do të kenë gjithë mbështetjen e qeverisë.